Përshëndetje sërish për të gjithë ju që jeni në shoqërinë e Drejt për Drejt, edhe në radio dhe në televizion Radio Korça, të Shkorça, thuaj mirëmëngjes, pjesa e tretë informative. Kemi të ftuar në studio, është Angela Tao, drejtore e Shkollës Profesionale Teknike në në Korçë. Do të flasim pikërisht për këtë shkollë dhe çfarë ofron ajo, si do të vijë viti i ri mësimor. Mirëmëngjes Angela, mirë se na rierdhe. Sepse bashkëpunimin e ke patur të përhershëm, si në rastin e pjesës së regjistrimeve, apo edhe gjatë një viti mësimor ku kemi nxjerrë në pa rëndësi që ka shkolla profesionale mbi të gjitha, sepse duket se është ndruar në domosdoshmëri mënyra se si tregu i punës sot kërkon profesionist, nxjerr në pa rëndësinë që kanë shkollat profesionale. Mirëmëngjes, është gjithmonë kënaqësi të vi në studion e një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Shkollës Profesionale Teknike. Jo vetëm në promovimin dhe në ekspozimin e aktiviteteve të shkollës, por edhe si një partner ku nxënësit tanë prej disa vitesh tashmë kryen edhe praktikën profesionale. Dhe jam shumë e lumtur që në shtator do të fillojmë një sezon të ri bashkëpunimesh ku nxënësit besoj që do të gjejnë hapësirën e tyre për kryerjen e praktikave dhe jo vetëm. Dhe sa mirë që ne kemi shumë për t'ju ofruar në praktikën mësimore gjithë këtyre nxënësve. Do të nisja me fillimin e regjistrimeve për vitin e ri mësimor, sepse tashmë në vëmendje në këtë periudhë kjo është. Ne kemi pothuajse 3 javë që kanë nisur regjistrimet në Shkollën Profesionale Teknike. Kem filluar kontaktet e para me ata individë të cilët kanë shprehur gjatë promovimit ditëve të hapura dhe takimeve me mësuesit dhe pjesën tjetër të stafit të shkollës për t'i rikujtuar edhe njerë për Shkollën Profesionale Teknike dhe përfitimet që kanë ata nëse zgjedhin këtë shkollë. Për fat mirë jemi me rezultatet mira të regjistrimit të rinjve nga gjithë qarku i Korçës dhe nga Bashkia e Korçës dhe nga gjitha bashkitë e tjera. Kuptohet që një nga drejtimet më të kërkuara për këtë vit është drejtimi teknologji, informacioni dhe komunikimi. Duke u ndjekur më pas nga drejtime shërbime mjetesh transporti, termohidraulik, elektroteknik, ndërtim, mekanik dhe punues druri që është një tjetër drejtim që ofron shkolla jonë. Regjistrimet do të vazhdojnë deri në muajin shtator për shkollat profesionale në gjithë Shqipërinë dhe jemi të bindur që do të kemi një numër të lartë individësh të interesuar. Pasi shohim një ndërgjegjësim sot për arsimin profesional në përgjithësi, por në veçanti për Shkollën Profesionale Teknike. Atë që kemi pasur problem herë prindrit e ndërgjegjësuar, por jo fëmijët, duket sikur sot që ne flasim kemi një ndërgjegjësim nga 2 palët. Janë arritur shifrat, si nga ana e nxënësve ashtu dhe nga ana e prindërve. Dhe nga ana e prindërve. Është shumë interesant fakti që prindrit përpara se të kryejnë regjistrimin vizitojnë ambientet e Shkollës Profesionale Teknike, të 2 godinat dhe marrin informacion edhe më tepër për shkollën. Edhe kjo është një arritje për shkollën tonë dhe kënaqësi kur ju tregojmë realisht se çfarë ndodh dhe çfarë bëhet në Shkollën Profesionale Teknike. Interesi për të informuar tregon edhe se sa e rëndësishme është ose se vëmendja si ka ardhur në rritje vit pas viti nga ana e prindërve dhe nxënësve për Shkollën Profesionale Teknike. Unë mendoj dhe kam thënë edhe herë tjera që e ardhmja i përket profesionit, tashmë kjo është më se kuptueshme dhe ne kemi luftuar shumë që ta bëjmë ta kuptojnë të gjithë këtë. Sot arsimi profesional është në rrugën e dur. Sot arsimi profesional është e ardhmja e fëmijëve dhe prindërve të këtyre fëmijëve. Sot arsimi profesional përveç se ka rëndësinë e munguar prej vitesh, është ajo që çon fëmijët përpara. Të kesh një profesion do thotë që të përballesh me tregun e punës në mënyrë më të mirë të mundshme. Të jesh sot një profesionist i autoservisit është shumë e lehtë për të punësuar. Dhe nga ana tjetër, të ardhurat nga këto profesione janë shumë të larta se profesionet e tjera. Përfitimet që kanë ata që zgjedhin Shkollën Profesionale Teknike në Korçë, pra kalojmë në një analizë pak më të zgjeruar për të mësuar edhe ata që ende janë në mdyshje të regjistrohen apo jo, ta mbushin mendjen edhe të vinë të regjistrojnë. Dhe pikërisht për ata jemi sot këtu, për të dhënë më shumë informacion dhe për shkuar atje ku ne nuk kemi mundur do të shkojmë gjatë kësaj periudhe promovimit të zgjatur për Shkollën Profesionale Teknike.
Të gjithë ata që zgjedhin shkollën profesionale teknike dhe i përkasin kategorive në nevojë, si familjet që trajtojnë me ndihmë ekonomike, komuniteti rom dhe egjiptian, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët që kanë statusin e jetimit dhe disa pika tjera, përfitojnë libra falas dhe bursë në të gjitha drejtimet e shkollës profesionale. Të gjitha vajzat që zgjedhin një nga drejtimet që ofron shkolla profesionale teknike përfitojnë 50% bursë për drejtimin teknologji, informacioni dhe komunikimi dhe 100% bursë për të gjitha drejtimet e tjera mekanik, termohidraulik, ndërtim dhe mekanik. Nga ana tjetër, ne kemi një dek prioritare që ofrojmë në shkollën tonë, që është drejtimi ndërtim. Të gjitha ata që regjistrohen në këtë deg, i përkasin apo jo kategorive nevojnë, përfitojnë automatikisht bursë. Librat janë falas, si dhe personat që vinë nga zonat larg vendodhjes së shkollës profesionale teknike, përfitojnë pagesën e transportit. Nuk e di nëse kam haruar në një shumë lajme të mira, sepse dhe përfitimet janë një pikë shumë e rëndësishme që vinë bashkangjitur me gjithçka që ofron shkolla profesionale teknike. Është një ndihmë për familjen. Ne të gjithë e dim se sa kushtojnë librat për shkollën e mesme. Dhe nëse ti zgjedh një shkollë ku librat janë falas, është shumë mirë. Apo nëse ti nuk ke mundësi që të paguash transportin për fëmijën dhe je në një zonë larg, ti ke mundësi që transportit paguhet nga shkolla. Por pse jo dhe një ndihmë ekonomike me një vlerë të konsiderueshme tashmë për të përmirësuar jetën e nxënësit të shkollës profesionale. Janë mbështetje shumë të rëndësishme, jo vetëm për familje, por edhe për vetë nxënësit. Sigurisht. Si fillon viti i ri shkollor dhe cilat janë risit? Pra, kalojmë tek shtatori kur do të fillojë viti i ri shkollor. Ne në fakt kemi filluar të përgatitemi së pari për mjediset. 2 laboratorë të rinj na presin në godinën e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, 2 laboratorë me mjete bashkëkohore që lidhen drejt për drejt me programet që ofron ky drejtim dhe shpresojmë shumë që të mundemi gjatë këtij viti të futim edhe një drejtim të ri në këtë godinë. 2 laboratorët e rinj tekniku e të shoqëruar më pas me sistemimin e gjitha mjediseve të tjera për gjitha drejtimet në shkollën profesionale teknike, krijimin e mjediseve ku nxënësit mundet të realizojnë edhe projekte dhe detyra shtëpie në mjediset e shkollës dhe do të vim gjithashtu me 2 programe pas të mesme. 2 programe. Pra kalojmë tek kualifikimet e reja. Kualifikimet e reja. Po, kemi 2 kualifikimet e reja, një prej të cilëve do ta zhvillojmë me modelin e ri që është aplikuar së fundmi në arsimin profesional, që është arsimi i dyfisht, pra sistemi duale quajmë ne, unë do ta përdor më tepër në shqip këtë term. Po. Diagnostifikimi i mjeteve të transportit është një nga kualifikimet e reja që ne do të ofrojmë në pas të mesmet, një program 2 vjeçar që ofrohet për gjithë individët të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm, kanë vite eksperiencë në këtë drejtim dhe duan të certifikojnë njohuritë e tyre. Ka patur interes për këto 2 kualifikime, meqense jemi në pjesën e regjistrimit? Në fakt, jo, ka një interes edhe për këtë pjesë, sepse ne do ta zhvillojmë, siç e thash, me arsimin e dyfisht, që bashkëpunëtorët tanë, biznesi, do të ketë rolin kryesor. Një pjesë e kurrikulës do të zbatohet në shkollë dhe pjesa tjetër do të jetë të mësosh në vendin e punës. Dhe janë vetë bizneset që kanë shprehur interesin e tyre shumë të lartë për të bërë pjesë e këtij kualifikimi të ri. Do të shoqërohet më pas me një kualifikim tjetër të ri që është interior design, që do ta sjellim këtë program jo me sistemin, do ta sjellim normalisht jo me sistemin dual, edhe për këtë kemi interes deri tani, edhe pse nuk kemi filluar akoma promovimin e të 2 drejtimeve. Shumë shpejt, nuk e di nëse do të arrijmë deri në shtator, por do të mundemi të sjellim edhe një program tjetër që lidhet me teknologjinë e informacionit, e kemi nis multimedia,
Multimedia jo si profil, por si drejtim dhe duam që ta hapim për herë të parë këtë vit, duke qenë se kemi mjediset dhe kemi dhe nxënës me nivel shumë të lartë që kanë Infrastruktura është zgjedhur. gati, aq më tepër dhe interesi është i shtuar. Por edhe nxënësit me mesatare të lartë janë të shumë në drejtimin tik që kanë zgjedhur këtë drejtim. Kështu që do t'ym besoj së shpejti në treg edhe me këtë kualifikim të ri, shumë interesant dhe domosdoshëm për kërkesat e tregut, sidomos të rajonit tonë. Shumë suksese dhe një ftesë për të gjithë ata që ende nuk e kanë vendosur, ta vendosin sot që të vinë dhe të regjistrohen në shkollën e mesme teknike. E ardhmja e fëmijëve është tashmë një derë e sigurt në arsimin profesional. Duhet vetëm të hapim dhe të trokasim tek kjo derë. Të zgjedhësh arsimin profesional do thotë që ti ke menduar për të ardhmen e fëmijës, ke menduar për profesionin e tij, ke menduar për ekonominë e tij. Unë ftoj të gjithë prindrit të vizitojnë mjediset, të vizitojnë të dyja godinat e shkollës profesionale teknike, të mund të marrin më shumë informacion për përfitimet dhe leksirat që ofron zgjedhja e një shkolle profesionale dhe të nxitojnë të zgjedhin një nga drejtimet e shkollës profesionale teknike. Shumë sukses edhe një herë, ishte kënaqësi të kishim në studio. Shumë faleminderit. Edhe uroj që ky vit i ri mësimor të jetë edhe më i suksesshëm se ai që kemi lënë pas. Me shpresë të madhe po. Shumë faleminderit. Kënaqësi. E përcjellim me një falënderim edhe në emrin tuaj të gjithë ju që jeni në shoqërinë tuaj. Mirëmëngjesit, ishte drejtori i Shkollës Profesionale Teknike në Korçë, Angela Tao.